Sa herë që kujtoj detajet e asaj historie, gjithmonë llogaris me vetë. A do të ndodhte po kështu në ndonjë qytet tjetër? Nuk e di pse fati më zgjodhi pikërisht mua si personazh. Që ta udhëhiq atë histori brenda 2 javëve drejt një fundi ku zor se mund thuash. Mbaroj krejtësisht. Akoma dhe sot e kësaj dite nuk e di ku bret copsa e saj finale. Falni, mund të shikoj atë diskun aty? Urdhro? Atë diskun e varur atje. Jo atë tjetri. Bukur, a? Shumë bukur. Sa kushton i bukur? Lirë fare. Më vjen keq, po s'jam për mua. Pse? Lloj muzike. Zorë sa mund zgjedhësh. Kam frikë se nuk do ta gjej kurrë atë muzikë që më pëlqen mua. Atë që të kënaq. Ke drejt. Rrojmë në një kohë ku globi eksperimenton. Mirëmëngjes. Mëngjes. A mundet ju lutem? Zgjate dorën, merret. Mëngjes. Çfarë disku do blenin? Nuk e kam vendosur akoma.
Jo, nuk ka problem, po doni merrni. Dëgjoni dhe nëse ju pëlqen, mund ta ktheni prapë nesër. Dje kur kaluam këtej, dëgjova rastisht një këngë. Ishte si këngë e vjetër. Prit pak. Ishte e vetmja kopja që kisha, po e blen dje 2 marinar. Vjen keq. Këto disi janë të një miku tim që mi ka falur dikur. Nuk e di, po ç'është të them. I kam të gjitha nga një kopje. S'prish punë, mund të marrim dhe atë diskun aty. Po si jo? Faleminderit. Po? Nëse mund të shërbej? Më falni atë diskun e fundit e keni marrë? Për këtë keni fjalë. Po. E kush ta jep këtë të drejtë ty? Zotëri, më duket se ti nuk do që të marrësh Po vesh. çfarë të marrë vesh, më si puna juaj mund të vinë nesër 2-3 tjerë dhe mund thonë të njëjtën gjë. Zotëri, kjo është prona ime, pas nesër mund të vinë 2 tjerë, se kjo është bërë mod. Ja, nuk vjen njëri. Dhe po ti dëgjoj gjithë si puna juaj nuk është çudi që ky dyqan një ditë përfundojmë break date-it. Shkurt edhe me pak fjalë, hajde tash. Jo, vërtet nuk është çudi që ndonjë ditë emrat e dyqanave do t'i lexojmë nëpër varka, sepse i gjithë qyteti është firmosur pronësi. Po shumë bukur, kjo është pasqyrë e konkurrencës. Ha? Të mos hapim shtegun e një debati naiv. Po jo shpjegoj shkurt edhe me pak fjalë. Kjo është pronë tjetër kujt. Fakti që edhe punëtorët kanë ardhur po kryejnë punime, kjo do të thotë se një zyrë kompetente është e interesuar për këtë pronë. A ka mundësi t'ju bëj një pyetje? Çfarë profesioni keni ju personalisht? Çfarëdo profesioni që të kem, mund t'ju them se unë nuk do t'ju ndihmoj dot juve. Ditën e mirë. Desha t'ju pyesja çfarë muzike ju pëlqen. Mo, u vrave shumë? Kida se s'pasha. Këpsul që e ngua të ka të vit latë. Ja se në mojë, në ashtu. Qo, si nga qa. Po flas keq. Shkreta.
Me çfarë të ndihmoj? A ka ndonjëri ndonjë gjë këtu afër? Dhe po plas se kjo pemë këtu. Xhaxhi merri si zot. Mos përplaset me gjitha tërmujat. Po vetëm ishte i pa shoqëruar. Kush i ka vënë këto vegla? A kanë ambulancë këtu afër? Ishte i pa shoqëruar. Çu vjen turp, çe kanë në vetëm. Vendoseni këtë se kam lagur me alkool. Jo, s'ka problem, faleminderit. Vetëm se u tremba pak. Mund të shoqëroj? Po unë nuk kam dalë për shëtitje. Kuptoj. Nuk doja të pengoja, vetëm se doja të plotësoja shëtitjen time të vetmuar. A nuk të duket e papërshtatshme kjo mbasdite me shi dhe erë? Pse fryn erë? Ndoshta. E çuditshme, mos vallë ju rastësisht gjendeni e vetmuar në qytet. Pse? Sepse ju gjithmonë jeni e shoqëruar. Ose më saktë shoqëroni. E kam fjalën pikërisht për atë djalin që... Është vllai im. Ashtu? Si është pas asaj që ndodhi di? Plagë e lehtë. Vetëm se merdi keq se kur nuk është përplasur në atë mënyrë. Ju e shoqëroni gjithmonë? Që kur ka humbur shikimin, rreth 11 vjet. 11 vjet që shoqëroni për krah? Po mirë. A keni pasur kohë... Për çfarë? Duhet thoya se ju... Jo, asgjë. Mund ta thoni, nuk mërzita. Jo, nuk ka asgjë. Nuk e di, po kam lexuar, kam dëgjuar, po thonë se një i verbër është i barabartë me një mërgjimtar të përjetshëm. Nuk është kështu? Se kisha dëgjuar. 11 vjet. Dhe në fakt kur e pasha atë ditë që blet diskun, sinqerisht, më duket sikur keni lindur për të ecur përjetësisht bashkë. Po, faleminderit për diskun që më dhuruat atë ditë. S'ka përse. Dhe ju më falni që ja dhurova ashtu fshehur. A keni vënë re që esni tepër ngadalë? Kujdes. Po t'u krahasosh me jetën që lëviz para rreth juve dukeni sikur i nashtroni një rregulli që nuk ju përket moshës suaj. Bile dhe shikimin ju nuk e hidhni më larg se hapat e vllait tuaj. Kjo mund të jetë e vërtet, po unë nuk e vëre nga që jam mësuar të eci kështu që fëmijë. Ose mund të duket juve. Se ecni ju tepër shpejt? Jo. Juve dukeni sikur jeta për rreth nuk ju intereson fare. Një vajzë në moshën tuaj, nuk e di, kam përshtypjen se po t'u pyes. Ku është filan kinema, diskoteka apo park, juve sigurisht që nuk e dini. Kjo nuk është vaj. Ne nuk jemi nga ky qytet. Po të flisja me ju sikur njehesha prej kohësh, do t'ju thoja diçka. A mundet? Patjetër. Që kjo rrugë të ngjajë si shëtitje. Nuk e fal që jeni indiferente ndaj bukurisë suaj. Jeni maskuar me pakujdesi të jashtme që nuk e fsheh gulfin tuaj sensual. Dhe jam i sigurt se një ditë do të rebelohet. Nuk e di. Unë nuk do t'ju kisha vënë në re nëse nuk do të shisja ato disje të vjetra në atë lagje të lashtë që çuditërisht i ngjan ecjes suaj. Të tjerë luten. Luten që ta mbushin zbrastinë e tyre me pak vjedhje, kurse ju të shkurt. Jeni shumë e bukur. Mërzita? Jo, as pak. Dua të marr diçka te kjo farmacia.
A mund t'ju përcjell për shtëpi? Jo. Nuk do të kthehem tani atje. Dua të shëtis pak. Prit po të vje. Po jërgoj dhe dakor. Femra, ç'është për ti? Femra është i vetmi det në jetën time ku jam futur me dëshirën për të mbytur. Edhe u bën kaq vjet që po eci në cektin. Deri këtu. Kam frikë se do të dal në brekun tjetër duke ecur në këmbë. Vodka për gjithë. Apo do të whisky. Me aku. Hajde. Nuk e di. Mbase vajza duhet përdori një taktik që t'jetë sa më interesante për djalen. Po dëgjon, kështu jam, s'di ndrysha. Pse më vështron ashtu? E di si më dukesh ti? Si një motiv i lashtë që bota ka harruar ta kompozoj. Jo ti e gatshme, po. Melodin s'ta di askush. A mos po ecim pak si shpejt. Lodhe? Jo. Pemët sikur s'po e ndjejmë. Jemi afër bregut. A ka më pemë përpara? Jo, jam vetëm 3 larg i larg dhe një siguror. Po njerëz, a ka përreth? Jo, pse? Sepse edhe unë di të vrapoj. Dëgjon! Di të vrapoj. Po të duash bëjmë edhe garë. Ta mban, ha? Pema e parë, e dyta, e treta, ja dhe kurora. Mos, prit! Dhe me pengesa po të duash. Se kam 10 vjet që s'vrapoj.
Ka që larkar? Ma në fund, ja dola mban, apo jo? Po, Si thua? sa më trëmbe. A jam i shpejt? A jam kampioni? Më i shpejti. Spirti motrës. Lere se e djallosa fare. Ani të betohem, tjetër herë nuk idhe më me gjithë rroba. Apa puna, pa ja. Si thua? Po s'ka gjë do t'i thajmë. Po kësaj? Si do t'ja bëjmë kësaj? Problem do t'jem të tjera. A ka një ndet? Jo, pse? Sepse për ndryshe do t'i kisha rënë me kokë. Kokë rodhje, vlajt. A të regoj një gjë. Dikur kur kam qenë fëmi vija shpesh këtu me shokët. Dhe me këmbët varur nga shkëmbi, merrnim në përgojë qytetit. Caktonim vajzën më të bukur të lagjes dhe me fytyrë nga deti fantazonim udhëtime të largëta dashurie. Derisa një ditë vumrese e vetmja dëshmitare e këtyre mbasditeve tona ishte kjo shtyllë, që rrinte mbrapa nesh si pikë çuditse. Një natë filluam të pyesim, që kërkon kjo shtyllë këtu? Pse e kanë ngulur shtrëmbë? Ku ka dashur të shkoj, se këte i ka det? Mos e kanë ngulur gabim? Nërsa një shok i dha fund pyetjeve tona duke thënë, budallën, po këte dikur ka pasur tokë, po e kanë hequr, e kanë gërryer. Prandaj shtylla ka ngelur vetëm. Si e shpjegon? Ka që vjetë dhe nuk e kanë shkullur. Nuk e di. Bese nga që është kështu, gjysë me rëzuar, nuk bjen sy. Pse po t'ishte drejt, a thua do t'a këshim prerë? Më fal. A dëgjon?
qetësi, e pa besë, tinxare, përshpërim, kërcitje, harresë. Të gjitha gati për të njohur. Çfarë ke? Ke frikë? Ani, Jam shumë e trishtuar. pse? Nuk të lëshoj pa më thëmë pse. Ani, Sepse do të pusë më kur. Për herë të parë. Jo. S'është e vërtet. nuk po të kuptoj. Ç'është gjithë kjo ankth? Deri këtu. Prit, ku shkon? Drejt e mori, më sqaro dhe mua çfarë ke se nuk po të kuptoj. Sërpin briti atje. Ani, Të lutem. Ani! Ani, nuk po kuptoj çfarë ka këtu për tu alarmuar, s'po kuptoj. Si ka mundësi të ke dalë vetë? Ani, Pa i kur nuk ka ecur kështu. Ani, a kupton ishim bashkë. Pa të bastun kur e ka bler. Ani, qetëso. Pse? Ani, a kupton që ai një ditë ka përtecur vetë? Pastaj diçka ka kuptuar. Në mos i di të gjitha. Ani, Të marrë dreshi, të marrë gërdall. fal. Vjen turp. Plasi sy, nuk e shikon që është i verbër? Po kur e ke njeriu tënd të se mban për krau. Apo e ke nxjerr stërvitje për t'i bërë kujt. Më në fund, taksia arriti vetë në garashte. Megjithëse pa fener. Sot nuk kam dalë keq. 2-3 gabime të vogla, por jo keq. Ani? Po. Je mërzitur. Jo. Më vjen i natë me vete, si nuk arrita të kuptoj. Të kam vetur hatri, e di. Pse nuk më thej që dohet të blije bastun? E di si më tha njeri sot? Gërdall, Pse s'më thej të dilin bashkë ka sot? të drejtë. Oh, Njerëzit kanë halle. Di hasin, vrapojnë. Por më e çuditshme është se të gjithë janë burra. si mërzitur gjë me mua. Të tjerët flenë. E di, sot në mëngjes kur isha në park, një fëmijë mu afrua dhe më tha: "U Xhaxhi, dielli akoma nuk ka dalë." E mora pranë vetes edhe i përshpërita në veshë. "Do dalë, Xhaxhi. Do dalë shumë shpejt." Ai iku, duke më thënë: "Miru pafshim nesër, Xhaxhi." E shikon? Që ditën e parë u bëra me shok. Nuk e gjë tjetër për të më thënë? Po. Bastonin më lër pranë derës që në mëngjes mos vi vërdall për ta gjetur. Natën e mirë.
Nuk keni as pak të drejtë zbatoni vendimin duke shkatruar në. Po djalë, e kupton ti apo jo? Nuk është nevojë të tregosh zbula dhe shkresa, se nuk jam zyrë dhe sekretarun. Po, gazeta lexon ti, televizor shikon ti? Jo, unë shoh vetëm filma. A filma? Filma, po me siguri filma multiplikativ, se dukesh edhe nga dyqani që ke ngritur. Keni plotësisht. Marr të kokën të marr. Çdo njeri do të fyeni nëse nuk do të fyete. Por po të harxhonim kaq shumë kohë me çdo banor. E kupton ti që je I vetmi në këtë rrugë që kundërshton? A ka mundësi të flas pak me zonjushën? Zonjë. Më fal. S'ka problem. Të lutem po deshe mos ndërni. Si jo. Ta kemi ngenë. Nëse keni ardhur këtu me euforinë të fuqishmit, nuk është as pak nevoja të përdorni diplomaci. Futeni këta punëtorë që të shkatrojnë çfarë dëgjojnë përpara dhe mos u sforconi për të qenë sjellshëm. Nëse keni një të drejtë pronësie në këtë vend, dhe këtu do të kryhen punime, kjo nuk do të thotë që zbarkoni që në mëngjes dhe të shkatroni lagjen duke harruar se këtu banon njerëz. Ata thash. Ky është kulmi, po ky nuk është as banori kësaj lagje. Dhe për më tepër me një logjik absurde shkatroni pa lajmëruar të tjerët, duke bërë rrëmuj dhe shesh ndërtimi saqë pamjet I ngjajnë atyre reportazheve që shikon ky zotëria në televizor. Qartë, po ju a kuptoni që ne po ju respektojmë sepse çdo gjë ka marrë fund. Ka marrë fund zotri. Zotëria, dëgjoni që për këtë po flasim? A ka zotu apo I humbi logjika kësaj bote? Unë nuk merrem me llafe vëlla. Bëj punën që paguhem. Shumë mirë thot, bën detyrën që Ka mundësi të mos flasësh më. Ma acaron nervat. Dëgjoj, Nuk të dëgjoj dot. Jo flasin njëri me ju dhe tjetri shkatron prapë krave. Diu kush I thot. Ju adhuroj vetë këtë kënaqësi. S'kam nevojë për ndihmë. Punë në bar. vazhdo punën ti të gjitha këto objekte. Dakor që shko. Më falni, a I shqisni këto disjet? Jo, I kam për t'i falur. Të kuptoj. Që ta kuptosh në Amerikë këto ditë sot, shko të gjoj mija, gati mi paguve nesër mëngjes, duke I përshëlluar për meç. Dhe, Ditë mirë. faleminderit. Shkeqi gjua shefa, ty po të flasë, apo stamat flasim si burri tu. Zonjusha, kuptoni që nuk I përkisni më vetëm vetes dhe vllajt tuaj? Mos do thuash se nuk jemi njohur kurrë. Të lutem, kam vllain që pret jashtë vetëm. Hajde vlla juaj që jeni e bukur. Nuk ma do mendje që do t'ju mbaj si bastun të bukur drejt mërgimit të I të përjetshëm. Thuaj që vllana ke zëmërgur dhe nuk të lë të bësh jetën tënde.
Pse nuk thua që ja merret ndaj fatit duke të burgosur dhe ty? S'është e vërtet. Ishte ai që më nxorri sot në shëtitje duke më thënë se mbrëmja ndjell surpriza. Dhe gjithë rrugës vërshëllente melodinë e diskutant. Sa që më duket se edhe këtë takim e ka stisur ai. Atëherë. Pse u zhduke gjithë këtë ditë? Mos nuk kam të drejtë kërkoj takim. A duhet ta kujtoj vendin dhe orën? Jo. E kemi pronotuar për 1 javë. Duhet besoj? Patjetër. Aprovo. Duke u bazuar në sondazhet e diagnozës dhe kryesisht në sqarimet tuaja në lidhje me vëllain tuaj, ju këshilloj ta konsideroni të rëndësishëm këtë fakt. A mendoni se mund ndodh shpejt? Kam frikë. Pasoj pari kthim? A keni njerëz të tjerë në këtë qytet? Ju dukeni vajzë zgjuar. Po të më dëgjoni bëri mirë ta merrni vëllain tuaj dhe të niseni qysh nesër mëngjes. Ose më mire janë nesër herë të dërgojmë të ta afërmit. Në cila rrugë e vendosur të rrëfesh hallin tënd? Këtej apo këtej? Për mua s'ka rëndësi fare rruga. Po të duash edhe mund vraposh. Mjafton më dëgjosh. Çfarë dëgjoj? Deklarata dhe justifikime që fillojnë me fjalët ti nuk e ke iden se çfarë pozitet vështirë jam unë. Dhe mbarojnë me të drejtën e hallit tënd dhe të gjithë vajzave si ti? Të lutem, po pati mundësi? Shumë të lutem unë. Çfarë ke për thënë thuaj shkurt, se të siguroj që në fund ke shumë të drejtë. Mirë, dakor. Po i keqja është se nuk kam për thënë asgjë nga ato që pret ti. Dhe për më tepër në këtë moment nuk kanë asnjë vlerë.
Fakto një sjellshëm. Të gjithë kështu janë në fund, pa edukat. Kështë as pak çaste që të argëtohesh duke përshëllyer. Unë po përshëllej atë melodi që i pëlqen vllajt tënd. Në një farë mënyrë po e bëj atë të pranishëm. E së fundit i dukesh më e bukur kur shoqëron ata. Fakto më shoqëron unë si njëri në këtë qytet. Si të duken këto 800 metra kështu e vetmuar dhe e fyer? Çuditshme. Njeriu vetëm kur e provon kurriz, atëherë kupton hallin e tjetrit. Dhe ky ishte dënimi që unë duhet paguaja për pritjen tënde. Pse të duki tepruar? As pak. Tepër i vogël. A je gati të laj borxhin e ditëve që prita? Kur? Sonte. E ku? Atje ku s'do të shkojmë kur 2 herë.
Ani nuk do ta mbyllësh natën kështu pa kuptim, Ani, ku shkon? Vazhdoje festa. O zot. Mos u mbat Lorë zjarrit. Këtë do ta them unë ty ktheu. As ti as unë nuk do të jemi të qetë larg njëri tjetrit. Kush dukesh befas mes të ishullit? Ku do të shkosh? Dua të jem pak vetëm. Ani, ku Po shkon? nuk do të largohem shumë. Ani, po është duke me sa errësire, jam i sigurt se do të humbë dhe nuk do të gjej dot më kurrë. Ani, ku shkon? Jam e raskapitur. Të betohem se do të kthehem prapë. S'më beson? Nuk të besoj. Pse se thua troçi që natë ishte e vetme dhe e fundit midis nesh? Pse largohesh duke mos qenë dakord as me veten tënde? Në fundit e mbajta fjalën. Ani. E lava borxhin e Ani, të lutem, mërzitjes tënde. ndihmom që të merremi vesh. Besoj se tani s'kem asnjë kurreshte, asnjë mister. Mustafa, a kupton që nuk ta E thash? shijove plotësisht atë vajzë që të duket e veçantë. Më duket se tu fala e tëra. Ani, Apo jo, e more kënaqësin. nuk është e vërtetë. Atëherë faleminderit, u kënaqa unë. Po jo nuk doja të thoj atë. O zot. Unë akoma nuk pari të kuptoj sjelljen tënde sonte. Ani, a kupton? Nuk të çaj njohur kurrë kështu, kaq ndryshe, kaq zjarrt. Sinqerisht u çudita se si. Pse si unë do të roqa dhe t'hipa atje ku s'imagjinohet kur një vajzë. Si unë, që s'di ku gjonde ti kinema, diskotek apo park, i kam kaq bukur të xhveshe para dhe tentoj të bëj dashuri atje ku si shkon mendja njeriu. Po pse merr përsipër thuash gjëra që nuk më shkojnë ndërmend? Pse shan veten tënde duke më ngarkuar dhe mua faj? Sepse ti se di çdo të thotë të shoqëroshi të verbër. Dëgjon, të bësh gjysmën e jetës ti. Ku hapat e ti s'krahasohen as me vrapin e një fëmie. Të befas, kaq kollaj u dashka ta praktis. U mërzite se nuk të erdhe atere kur deshe ti. Ky është ai që unë znam dot nga i vlla, që i flak bastunin te dhe mbaj vetë për krah. Duke të gënjur ty. Qofse kam faje më gati. Më ndihmo se të veproj. Apo të vazhdoj të eci me të se ngjaj më e bukur. E trishtuar. Motivi lasht që më bota ka harruar ta kompozoj. Vete ke thënë. Se edhe ti fillove të më duash duke u nisur nga keqardhja. Se ecja tepër ngadalë. Se kisha harruar jetën për re. Të hyre brenda me, soj si vizitoshim muzet tjetër. Të më përçuar kureshtja. Nuk dua. Nuk dua. Nuk dua të më duash për mëshirë. Ashtu si që jam do t'i harri vetë ato që dua. Faleminderit që më mësove se jam vonë në këtë jetë. Ani, nuk duhet t'i quash fjalë të bukura këto që po thënë. Unë me kënaqësi do t'i falja sytë për të qenë pranë teje. Ashtu ë? E bën? Po. Mos vallë po duket se po merr një rol teatr. Urdhro. Provoje. Ec! Kërkoj dhe preki ato që ka ndërruar gjithë jetën. Shoh ty. Vllanë tënd. Disjet e mia. S'është e vërtet. Në qoftë se shikon vrapo që ti marrësh. Nuk është nevoja të vrapoj. I kam gjithë fare pranë. Po të duash i prej fat. Mos i zgjidh syt. Dhe mos harro se kjo përplasje është vetëm mirëseardhja në errësirë. Po. Faleminderit. Mirë se të gjeta. Atëherë po të them se edhe kështu të ndjek. Dëgjon? Jo vetëm këtu, po... Dhe të gjithë botën, dëgjon? Këta herë nuk t'adhen. Nuk është nevoja t'imitoj njëri. Jam gati të duroj. Quaj si të duash, qortim, hakmarrje. Vetëm mendo për veten, se në fund nuk do të kesh mua. Kuj? Nuk është që ditë qof në i karavan në Arab. Tani!
Ç'ishte gjithë kjo histori, Jani? Beso. Do ngatrohem qofse do kujtoj gjithë shka që ndodhi sonte. Nuk e di. Nuk e di nëse po vazhdojnë njëta natë. Ose më sakt. A jemi ne po ata që u takuam brenda? A të kam treguar ndonjëherë se përse e ka humbur shikimin vllai? Jo. Aksident? Jo. Dikur edhe i ka parë si gjithë të tjerët. Ka pasur dëshirat e tij. I pëlqente piktura. Ditët e fundit kur vizatonte çdo gjë në tablo, filloi të ndryshonte. Gjyra dhe njolla që përplaseshin keq. Pikturonte jashtë kornizës, duke vazhduar zgarravitjet edhe në mur. Derisa korniza ishte vetëm fillimi i asaj pikture që u përhap në të gjithë faqen e murit, i cili kështu ka mbetur edhe sot. Derisa një mëngjes, krejt papritur ai u zgjuai verbër. Siç duket e kishte parandjer. Ishte 20 vjeç. Mjekët thanë se ishte sëmundje e lindur. Një gjë çuditem se si nuk e kam vënë re kurrë. Ka lot një i verbë. Pse e bën këtë pyetje? Sepse kam frikë se edhe ti sot më shohësh më kurrë. Ani, çfarë do thosh me këtë? Gjithë këto ditë që s'jemi parë jam vizituar. Dhe unë kam të njëjtën sëmundje. Kur ta dija se qyteti do t'ishte kështu siç është, do t'i kisha mësuar të gjitha përmendesh brenda 10 ditëve. Zot kisha nevojë të më shoqëronte njëri. Por sot çdo gjë ndryshon me ditë, me orë. Si ka zhurmë sot në lokal? Ase kështu ja këpu gjithmonë. O, mirë tani. Unë po të bëj be fëmijët. Edhe po ju them se ka zgjatur deri nga ora 5 e mëngjesit. Pa pushim? Pa pushim. Gjithë natën e natës. Nja 10 minuta u fik pastaj si zë. Kur më pas, dëgjua një klithëm akoma dhe më e fortë. Mirë, nga vinte klithma? Po nga bregu i detit, pra. Ku që ngjanë nga zëri? Nuk e di. Ishte errësirë, po të them.
Edhe qetësia e natës nuk më lejonte që të orientohesh as nga vinte zëri. Jaona pastaj shkoi për plas ande nga ishulli i shkret, edhe humbi mes drurve. Ore, mos ka qenë ndonjë anije huaj që kërkonte ndihmë. Tjetër gjë ky tani. Po kur zbardhi, Jaona vazhdonte të dëgjoj, edhe ndet nuk ishte asnjë anije. Kjo në çudit. Ore, mos ka qenë njeri. Njeri? Nuk e di. Dëgjoj këtu më i bi. Unë ndjej që kam zhurmë në vesh. Mos shëtin gjithë natën. Mirë, po unë dua dozën. Sa t'ju jap? Po janë. Qa kokra për mua? Qa për plakët? Mos është mbytur njeri? Kotë të ngatërojnë këtë ngjarje me bregun e detit. Gjetë ke ka shtëpinë, jo. Mirë ati që i ka zënë derën tuaj. Kam frikë se nuk është vetëm për një derë, ma. Thonë se zëri i saj u dëgjua deri në qytetin Fqinj. Ishte zë i fortë, si magji e vjetër. S'morëm vesh nga kjo qërata botë. Lindim fëmijë të mitur dhe ikim fëmijë pleq. Më falni, a është larg prej këtej ishulli i shkret? Mos shkoni me makinë. Ka bajt, ka lumëndi. As 20 minuta nuk është më kam. Makçi! Hajde, bir, hajde. Hajde mbledhim grepat. Se është det për gjua ti ky sot, hajde. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Këtë edicion lajmesh po filloj me njoftim jashtëzakontë. Që në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, banorët e qytetit tonë po jetojnë në çudinë e një jehone apo zëri misterios që mendohet se vjen nga ishulli i shkret pak mile larg qytetit. Zhurma që thuhet se ngjan një klithme apo ulurime të zgjatur ende nuk është identifikuar. Sidoqoftë, nëpërmjet një njoftimi ne do donim të qetësonim shqetësimin e qytetarëve, duke u thënë se këtu Problemi i madh. Koma nuk është përmbysur gjithë qyteti. Po si ka mundësi Jaona kaq e madhe? Ta them unë zogu. Shkon këtu përse këtu. Sikur të futeshim të dy aty brenda dhe të fillonim të bënim dashuri. Jam i sigurt që do të shëtinte gjithë qyteti. Ku ta di unë që ndonjë tjetër nuk është treguar më çka thotë unë? Shpejt, për 10 sekonda marron reklama. Po, intervista me psikoanalisti nuk do t'jepet, ë? Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Edhe në këtë edicion, qytetar nderi mbetet zëri misterios, nëse do të na lejohet ta quajmë kështu. Prej 36 orësh, banorët e qytetit tonë janë përfshirë në një gjendje ankthi dhe hutimi rreth enigmës së kësaj ngjarje. Megjithatë, ne kemi intervistuar shumë njerëz që hedhin dritë mbi burimin e saj. Çfarë them? Unë them se kjo ngjarje s'ka të bëjë fare me detin. Dhe kështu më duke se po largohemi nga vendi i vërtetë i ngjarjes. Mendoj se është një sugjestion kolektiv që ushqehet nga fantazia. Ndoshta mund të jetë në një fenomen natyror që pëson devijim në një rrymajri që përplaset diku. Përdo? Nuk e di. Në që se kam shumë frikë, besoj se kjo shënon një çast të rëndësishëm në historinë e qytetit tonë. Po të lutem më thuaj një fjalë. Apo ti jepi Më drejt. vjen keq për ca djem të shkolluar edhe të mençur. Që turën të ishulli i shkret. Duan ta kapin atë. Ta rrethojnë, ta burgosin, dhe pastaj të rrëfejnë qytetit. Mos më lër kështu. Për mua është hiç gjë. Mani vesh nesër. Kur e klithma të bëhet fjalë. Po fjalë që vërtet. Fjalë që do të rrëfej plot ngjarje e brenga që ky qytet si ka dëgjuar kur ndonjëherë. Keni dëgjuar se ajo britëm
I ngjan piskamet e një këngë të vjetër? Për mua po vërtet një shpirt i harruar. Prandaj o njerëz, hapini drytaret, ikuni lozën dyreve, sepse nata, nata, do t'u përshpërisi. Do të dëgjoni në këngjellat e një oborri, duke u qapitur në kaldраmin e shkret, aty ku njerëzit shkelin shumë rrallë. Edhe mos u mundoni që ta shikoni. Jo. Nga do që të silleni, ajo është prapa jush. Të nisem? Aty banon ajo. S'merret vesh. Megjithse gjithë mundohen ta sqarojmë, duket se askush se ka qartë vetë se çfarë po ndodh. A beson që mund të jetë një shpirt që vërtet? S'besoj, i tani. Duket se do na sqaroj ai neve, dhe jo ne atë. E njerëzit që u tërëmën aq shumë, po aq shpejt besuan të rridhet e gazetave për një kafshë të panjohur që vizitoi bregun tonë. Askush nuk e pa. Asnjë fotografi. Asnjë njoftim zyrtar. Megjithatë e besuan. Ndërsa mua jehona dhe klithme e asaj nate akoma më shurdhon veshët. Më duket se zërin dhe fjalët e asaj vajze do t'i shes në çdo disk timin. Askush nuk e pa. Unë e takova. Askush nuk e njoh. Unë e preka. Është pikërisht ajo, kafshës e harruar që vizitoi bregun tonë. Dhe unë kam frikë se nuk do të takoj dot më kurrë. Sepse ma sollën 2 marinar që janë gjithmonë larg. Një i verbër që është gjithmonë emigrim të përjetshëm. Dhe disa disje të vjetra që çdo ditë më shumë po mbarojnë. Po çuditërisht njerëzit, si për ta bërë për vete atë ngjarje, kanë filluar të blejnë më shumë disje. Dhe ai dyqan në atë lagje të lashtë, akoma dhe sot e kësaj dite,